Një libër i veçantë i titulluar Pisa teste për shkencë mbutuar nga Mediaprint u promovua në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit. Libri me bashkautor profesorët Etem Ruka, Mareglen Spiro dhe Elca Imeri sjellin këtë vepër me karakter didaktik që lidhet me testet dhe përpilimin e tyre brenda programit Pisa, një program ndërkombëtar vlerësimi për fëmijët 15 vjeçar në shkencë, matematikë dhe lexim. Profesor Etem Ruka nënvizoi rëndësinë e këtij botimi me teste të prodhuara, ndërsa deri tani janë përdorur teste të përkthyera nga jashtë. Deri tani është punuar me teste të deklasifikuara, të marra të gatshme, jo se nuk ka materiale të tilla ka përgatitur Shqipëria, ka përgatitur Kosova, Maqedonia, por mendoj që ky lloj vlerësimi është një filozofi më vete. Unë nuk kam patur shumë njohuri, më kam dëgjuar, por nuk isha shumë njohuri për mbajtjen e tij, për mënyrën se si bëhet kontrolli, dhe mbi të gjitha edhe për setrën kombëtare, ku ndodhet sistemi ynë arsimor në raport me sistemet e tjera arsimore. Lexova shumë, krijova bindjen e plot se cila është filozofia e këtij vlerësimi. Ky është një projekt shumë i madh, i cili mua më ka ngacmuar si punonjës i arsimit, dhe mundova që t'jap kontributin tim modest, bashkë me kolegët e mi, për të hartuar një botim të kësaj natyre me testet prodhuara nga vetë ne, në mënyrë që nesër vetë mësuesit shqiptar duhet i kontrollojnë njohuritë mbi filozofinë e këtyre vlerësimeve. Akademiku Mareglen Spiro i quajti botimin një punë të vogël në shërbim të shkollës që vendi ynë të renditet sa më mirë në rang ndërkombëtar. Sipas tij, përmbledhja e 3 autorëve është e arrirë për mjedisin shkollor shqiptar dhe nivelin e nxënësve. Jam përpjekur që të punoj me përkushtim, duke ndjer peshën e përgjegjësisë në mënyrë që të nxjerrim një përfundim të denjë për gjendjen aktuale të nxënësve dhe mësuesve shqiptar të shkollës në Shqipëri dhe që të mund që ky të kontribuojë në pasqyrimin e kësaj të vërtete në testin e përgjithshëm që do të bëhet europian. Botimi përmbledh teste mësimore në biologji, fizik, shkencat e tokës dhe kimi. Alda Bardhyli, drejtoria e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, vlerësoi librin Pisa dhe tha se do të jetë një ndihmë e madhe për studentët. Sa herë që në këtë hapësirë promovohet një libër, aq më tepër libra të natyrës që kanë të bëjnë me arsimin, për ne është një kënaqësi e veçantë, pasi kemi shumë nevojë për botime të tilla, për botime që rrisin nivelin e shkencës shqiptare. Libri Pisa mori vlerësime dhe nga profesorë dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit që ishin pjesëmarrës në promovim. Programi ndërkombëtar i vlerësimit të nxënësve është një vlerësim që bazohet tek aftësitë dhe jo në kurrikul. Ndaj bashkautorët ftojnë nxënësit për të matur aftësitë e tyre.